Më lejoni sot para jush të nderuar pjesëmarrës tjerë, gazetar, partner ndërkombëtar. Kam nderin që para jush sot paraqes një fjalë rasti si kandidat i nominuar nga gjykata themelore në Mitrovic për të qenë pjesë përbërëse e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Do të jemi gatshëm të punoj me përgjegjësi dhe për kushtim të lartë në zbatimin e parimeve bazë të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me legjislacionin fuqi që ka të bëjë me Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Në cilësinë e anëtarit të Këshillit do të jap një kontribut për të siguruar pavarësi në ushtrimin e funksioneve të Këshillit. E po ashtu pavarësi financiare, e cila është element kyç në sigurimin e kushteve për gjyqtarët. Atëherë si anëtar do të përkrah po ashtu çdo vendim që siguron pavarësinë, që siguron që gjykatat të jenë të drejta, apolitike, të qasshme dhe profesionale. Po ashtu që gjykatat të respektojnë parimet e përcaktuara për të drejtat e njeriut në mënyrë të veçantë edhe të afirmuara përmes Kushtetutës së vendit dhe instrumenteve ndërkombëtare të cilat janë të zbatuara drejt për drejt në Republikën e Kosovës. Po ashtu që gjyqtarët të kenë kushte adekuate për punë për ushtrimin e përgjegjësive ligjore dhe kushtetuese. Në kuadër të Këshillit, respektivisht punës, do të përkrah të gjitha proceset që janë në zbatim me sipër, si dhe po ashtu do të përkrah zhvillimin e politikave strategjike që ndërlidhen me reformën e sistemit gjyqësor në Kosovë, bazuar në standardet më të larta bashkëkohore të përcaktuara nga Këshilli i Evropës e po ashtu nga Bashkimi Evropian. Është e nevojshme dhe domosdoshme që të punohet në disa aspekte të ndryshme për avancimin e më tutjetshëm të sistemit gjyqësor në Kosovë. Përfshirë sigurimin e qasjes së barabartë për gjithë qytetarët pa dallim, rritjen e efikasitetit dhe azhuritetit brenda sistemit të drejtësisë. Po ashtu, forcimin e llogaridhënies institucionale dhe individuale si garanci e përgjegjësisë dhe profesionalizmit në ushtrimin e funksioneve gjyqësore. Rritjen dhe mbrojtjen e integritetit, pavarësisë së gjyqtarëve si themel i publikut, respektivisht besimit të publikut në vendimarrje. Po ashtu, një element shumë i rëndësishëm është zgjerimi i transparencës në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës e po ashtu edhe në gjykatat e Republikës Kosovës. Një shtyllë e rëndësishme e vizionit tim si antar është edhe puna në modernizimin e proceseve brenda sistemit gjyqësor të Kosovës përmes përdorimit dhe zbatimit të programeve më të avancuara teknologjike. Duke marrë parasysh eksperiencën të cilën e kam pasur brenda administratës shtetërore të Republikës Kosovës për më tepër se 14 vjet, si antar ekspert i hartimit të Kushtetutës, respektivisht parimeve dhe organizimit kushtetues dhe qeverisjes lokale, po ashtu një rol të rëndësishëm në ushtrimin e kryesimit të grupeve punuese të legjislacionit që rregullon administratën shtetërore dhe po ashtu dhe qeverisjen lokale. Si gjyqtar, kam luajtur një rol të rëndësishëm brenda degës dhe si rezultati i veprimeve që kam ndërmarrë, kanë ndiku vendimet që të kemi një ulje të kriminalitetit brenda territorit dhe kompetencës në të cilin vend kam ushtruar. Po ashtu, si gjyqtar mbikëqyrës, kam arritur që gjykata themelore, respektivisht dega në Vushtre, të jetë njëra prej degëve e cila ka pasur performancë të lartë, falë kontributit të secilit gjyqtar veç e veç që ka dhënë në këtë proces. Po ashtu, krejt në fund, dua të theksoj se në cilësinë e antarit do të punoj që Këshilli në bashkëveprim të ngushtë me sekretariatin, administratën e gjykatave, përfshirë bashkëpunëtorët dhe zyrtarët ligjor dhe punëtorët tjerë, të vazhdojnë të ofrojnë përkraje profesionale dhe teknike për secilin gjyqtar në ushtrimin efektiv të përgjegjësive, si gjyqtar respektivisht në realizimin e misionit fisnik të gjykimit të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, siç është përcaktuar edhe në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Me lejoni t'ju falenderoj për pjesëmarrjen e po ashtu numrim dhe emaili im do të jetë i hapur për secilin shqetësim, për secilin ide që ndikon në avancimin e më tutjetshëm të sistemit gjyqësor të Kosovës. Falenderoj shumë për vëmendjen.